Pas linjës së saj të jetës, Rozana Radi mori një letër nga partneri i saj dhe më vonë mori një surprizë nga Top Channel. Ti më mund të bindë me fjalën, por sot më takon mua të shkruaj, po e përmblet shkurt që të limitoj sa më shumë dëmet, mos të shkruaja, i binte që të braktisja tani që je mirë. Çfarë ke bërë? S'ke pasur nevojë të pyesësh njeri. Ti e di përgjigjen më mirë se kushdo tjetër. Ne kemi mbështetur pa kushte njëri tjetrin. Shënim, shihemi pas festës. Shkruaj në letrën për Rozanën nga partneri i saj, e cila u lexua nga Ledion Liço. Dhe unë ja premtoj që ne do të bëhemi prindër sido që të jetë, u shpreh Rozana. Sot dua të them që Top Channel do të mundsoj ty të gjitha trajtimet në mënyrë që me shpresë të madhe, mbase vitin tjetër, kur unë të jem duke bërë Big Brother, të më vi një mesazh nga ty dhe të më thotë që hej, ja dolën, ishte komunikimi Ledion Liços për banoren. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.